Kujdes nuk ka agjator. Një debat i ashpër ka tronditur shtëpinë e Big Brother, ku protagonist janë bërë Stenaldo dhe Rogerti. Gjatë një përplasjeje verbale që nisi nga tensionet e akumuluara prej ditësh, situata agravoi në tone të papranueshme. Në kulmin e nervozizmit, Rogerti përdori një shprehje teje të rëndë dhe fyese ndaj Stenaldos, i cili është i verbër, duke i thënë: Qa ka po? Ka nam zoti ty. Një deklaratë që ka shkaktuar menjëherë reagime të forta brenda dhe jashtë shtëpisë. Pas kësaj fyerjeje, Stenaldo humbi kontrollin dhe u drejtua me nerva drejt Rogertit, duke tentuar ta godasë. Vetëm ndërhyrja e menjëhershme e banorëve të tjerë arriti të shmangë një përleshje fizike, duke ndalur situatën në momentet e fundit. Ngjarja ka hapur një debat të madh mbi gjuhën e urrejtjes, respektin ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe kufit e sjelljes brenda formatit. Publiku tashmë pret reagimin e produksionit dhe pasojat që mund të ketë ky incident për banorët e përfshirë. A do të ketë ndëshkime? A do të përjashtohet Rogerti? Të gjitha syt janë nga Big Brother.